أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ويقوله أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بحنفية سمحاء صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Në zhvillimet moderne, nëse e përcjellni ju jeni të pa se Islami përhapet me të madhe, me të thonë në perëndim dhe në botë, në përgjithësi, dhe të gjitha vlerësimet, dhe me thonë hulumtime dhe studimet perëndimore, tani këtu me tregojnë që është feja e cila po përhapet me shpejtësi më të madhe në botë përballë krejt etiketimeve dhe përqeshjeve që u bëhet në mediat ndërkombëtare dhe në veçantë në Evropë. Edhe në Evropë qytetarët kanë pas shumë të vështirë të vinë në kontakt me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, me të vërtetën e Islamit, për faktin se u ka lënë trurin media, gazeta, domethënë arsimi, opinioni shoqëror, analista dhe interpretime të ndryshme të cilët e kanë paraqiten Islamin dhe muslimanët si një send brutal, i errët, i përpambetur, primitiv, naiv, i cili nuk komunikon, nuk bashkëpunon, nuk është i integruar, nuk është i hapur dhe nuk është edhe i sinqert. Ashtë tepër kanë shkuar, do të thotë, dhe kanë shumtuar imazhin e muslimanit dhe Islamit, sa që perëndimorët kanë menduar dhe kanë besuar se muslimanët nuk janë besimtarë. Po mënojnë se dhe i keni përcjellë, do të thonë deklarata të panumërta të qytetarëve meshkuj dhe femra në perëndim dhe intelektuale dhe ulumtues të fushave të ndryshme, kur kanë kaluar në Islam, kanë treguar pastaj përvojat e veta. Thotë ne kemi menduar se muslimanët nuk janë besimtarë. Për që ata thotë dhe e kemi pasën këtë paragjikimin ose, si të them, distancën ose luftën me një komunitet i cili nuk e beson Zotin, sipas mediave. Pastaj filmat dhe produksionet e ndryshme e kanë paraqitën imazhin e muslimanit si një njeri i cili është i etur për gjak. Dhe në të gjitha filmat, dokumente, inqizime të cilat i servohen qytetarit perëndimor në mbrëmje me automatizëm atë ditën se në një film si të ndodhe një skenar ku duhet me vranë meshkuj, femra, fëmijë të pafajshëm, qytetar me shpërthien institucione, kia është musliman me automatizëm, a di? Këtë ka bënë, domethënë, media, larja e trurit në perëndim. Edhe deri te zhvillimet e fundit, do të kur e pan bota rezistencën e një besimtari përballë një makinerie brutale, domethënë gjakderdhëse, dhe fillon të interesohen për shembull se çfarë besimi kanë këta njerëz të cilët ngelen të vetmuar në glob përballë një makinerie që po them shkatërruese dhe nuk e humbin motivin dhe moralin në asnjë çast. Ku mbështeten këta njerëz? Këto qeveri nuk kanë, shtet nuk kanë, as pushtet, as ushtri, as industri, as përkrahje diplomatike i kanë braktisë dhe vëllezërit e vet aty, dhe këto vazhdojnë të qëndrojnë. Dhe në këto rrethona dhe zhvillime e përmendin Zotin dhe vazhdojnë të jenë besnik atij, falen 5 herë në ditë dhe ruhen prej haramit edhe nxjerrin hafëzllar. Nën bomba. Këto zhvillime e kanë nxit më tepër qytetarin ndërkombëtar të shikon në prapavi, të ulumton thellë në shpirtin dhe botën e këtij njerëzve se kush janë këto motive, se këto e krahasojshim në vetveten e tyre. Në perëndim me ja ndal rrimën e humbin moralin qytetarët, se s'ka telefon, nuk ka Nintendo me lujt, nuk ka kompjuter dhe llogarit.
mu rrimën me mandal 24 orë, e humbi kontrolën, humbi disponimi, nuk ndjehem mirë. Me andal ujin, çmendët. Këto e krahasojnë. Me i bombarduan dikush këto jo që e din Zotin, jo që ka moral, jo që ki ka gatishmëri ta mbroja dheun edhe vlerat, ki nuk e gjon vetën absolut, nuk di ku me hik, ku me shkuar. Tash parashtrohet pyetja, po ata njerëz, çka i ka bën që të jenë të qëndrueshëm? Kjo ishte në analiza sukur sulmi atyre ndërtesa Binoke ato vite në Amerikë, e cila i dha procesit të përhapjes së Islamit një shtytje, një motiv. Dhe se herë ka ndodhën kësi sende, në prapavi, është ndodhën që të pastrohet imazhi i dinit të Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta dalmi te biseda, se për shembull Allah në Koran ka thonë dhe sado që ta luftoni dinin e Zotit, dritën e Allahut subhanahu wa taala, të vërtetën absolute hinore, Allah subhanahu wa taala ka me i shukën të gjitha këto zjarre, qëllëm keqe që duan të sulmojnë Allahun, librin e tij dhe pejgamberin alayhis salam dhe monoteizmin dhe besimtarët në fokus të vëmendjes. Politika, aleonca, moska, arsjetime, justifikime, jo e drejta, jo liria, jo pakica, jo shumica, jo demokracia, këto janë vetëm farse, dhe më thonë për të ardhën të realiteti me luftuan monoteizmin i cili ka qenë i luftuar që nga fillimi prej shejtanit, javën e kaluar, thash, dhe aleatët, bashkëpunëtorët dhe dashamirët e shejtanit, në vazhdim. Pastaj kanë forma dhe trajta në përkohra dhe vende. Mirë po Allah ka thonë, ne do t'i shukasim këto zjarre me një mënyrë apo tjetër dhe do të ngadhnjen dini dhe e vërteta Allahut subhanahu wa taala. Me siguri e ka koston. Kjo fitore e kam fjallën e Allahut. Ose ajeti kuranor në të cilën Allah subhanahu wa taala është betuan që do të ruan dhe do të mbron këtë din dhe këto besimtar deri të dalin, dhe më thonë, në selamet. Ajetin që e lexova Allah në Kur'an për këtë të vërtet që po themi, ka thonë huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yudhhira ala dini kullihi walau kariha al mushrikun. Ai është i cili e dërgoi pejgamberin e tij me këtë hidajet. Këtu është, dhe më thonë, bërthoma e bisedës dhe arsia pse po përhapet Islami në perëndim. Se Allahu ka zbritën hidajetin. Hidajetin do të thotë rrugën e drejtë e cila i shërben vet individit, është në dobi të tij, është në hajër të tij, të familjes së tij dhe shoqërisë. Dhe përballë hidajetit që e ka zbritën Zoti, ende nuk e ka dëshmuar historia se ka si të them, një strukturë e cila ka mund të rrim përballë hidajetit të Allahut subhanahu wa taala. As perëndimi i armatosur me atom dhe forma tjera nuk ka arritën hidajetit të rrim përpara se dini Allahut e blen zemrën e gjeneratave të reja, meshkuj dhe femra, të cilat dikur fillojnë të interesohen, të udhëzohen si rezultati shfrenimit në perëndim. Drog, alkohol, muzik, zino, shëtitje, zhveshje, amoralitet, dëfrim, epsh, dikur nuk po don. Nuk po don. Po don dikur të udhëzohet se vetë mendja shëndosh dhe shpirti i pastër që ka krijuar Zoti fillon të parashtron pyetje dhe me anën pyetjeve shihet se është në kërkim të diçkait. Don disiplinë, don udhëzim, don detira dhe përgjegjësi. Se kur t'i jap dikujt detira dhe përgjegjësi, ti me një mënyrë e ke nderuar, se ke një besim paraprak te ai si individ, si një botë e pamvarur dhe jap detira, jo e keni parë. Edhe njerëzit në raport me njerëzit, nëse dikujt nuk i beson, ti nuk i jap as detira, as nuk ke prej atij kërkesa. Filozofia djallëzore e epshit, e zhveshjes, e drogës, e zinojës, e tjera, janë një nënçmim në qenjen njerëzore. Do të thotë, unë nuk kam respekt për te dhe ti je i lirë për në shka të dush.
Unë as nuk pres prej teje kur gjo, as nuk e kam atë bindje që muj ti e me të dhonë të tira, që ti e ketë moral dhe atë disiplin që mund është me i kryen këtë punë. Nën kupton që ti s'ke vlerë të unë, ditën e mirë. Kur dalmi të udhëzimi i Zotit, që jep njeriu detira, obligime dhe kërkon prej ti përgjegjësi dhe llogari, për njeriu e mençur fillon të më thonë numrimi dhe llogaria për të vërtetuar se unë pas kam një pesh, kam një pozit, një merit tek Zoti i cili mi ka dhënë këto detira dhe Allah subhanahu wa taala ka pasën besim dhe bindje tek unë se unë mund t'i dal Zot detirave dhe obligimeve që i kam marrë. Do të thotë në start shifët se ke një respekt për qenjen njerëzore kur i jap detira dhe obligime. Allahu e ka quajtur pejgamberin me hidajet dhe hidajetit se një ka nejtën kërkush përballë. Dhe këtu në perëndim e shifni se gjithnjë kam thonë statistikat, qeverit nuk kanë interes me i publikuar. Mirë po, të fjala hidajet, kur kanë ardhën mërgjimtarët në perëndim, lindja dhe perëndimi kjo biseda, kur e kanë panë organizimin privat të jetës së një muslimani, me gratë, me meshkuj, me femra, me shoqëri, me miqësi, me dashuri, me punë, angazhim, pa drogë, pa zino, pa gjakderdhje, pa rrena, ka filluar të lënë përshtypje imazhi i një besimtari, i cili e adhuron Zotin, e respekton punën dhe komunikon me të gjithë, dhe është paqësor, nuk është i etur për gjak, dhe është paqësor, dhe është solidar, dhe tregon empati për çdo keqardhje në botë, dhe solidarizohet me të gjitha forma, mënyra dhe mekanizma që i ka ai të mundura, dhe e urren dhe e gjikon dhunën, shkatrimin, gjakderdhjen, brutalitetin, është i ambël, është i qetë, i përshëndet të gjithë, u bosqes të gjithëve. Çka ta ketë një të mirë në familje, e shpërndan me kujshit në katëronët e tij, pa dallim a janë krishterë, a janë jahudi, a janë mushrik, nuk ka rëndësi absolut. Kur e kanë parë muslimonin, se për shembull ju e dini në shkollat 33-at, shoqërohen, edhe një femër e mbuluar muslimone dhe e informuar dhe integruar në mesin e këtyre ku në shkolla këtu e dini se kanë probleme me moral, kanë probleme familjet, me fëmijët e tyre, pa marrë përveç muslimanëve të devotshëm, përveç muslimanëve që e ndjekin librin e Zotit dhe udhën e pejgamberit alayhis salam. Nuk kanë problem dhe ne jemi këtu në perëndim i dim, ata që janë besimtar dhe e jetësojnë fejen, nuk kanë probleme në shtëpi, as me drogë, as me zino, as me raki, as me forma tjera, do më thonë ta moralitetit. Dhe kur po e shohin 33-at, akhlakun, moralin, karakterin, sjelljen e besimtarit dhe besimtare në moshën e re, nuk mashtrohet, nuk devijon dhe nuk bëhet mendje lehtë dhe i përmbahet parimeve të dinit të Zotit. Nëse je i shëndosh, patjetër ke me parashtru pyetjen, po çka është ki përkushtim? Çka ki morali joti? Pse ti nuk i dorëzosh epshit? Eja se po shkojmë në mbrëmje. Pim alkohol edhe bojmë zino. Jo, nuk vi se jam muslimanë dhe janë haram. Ma eja shkojmë për shembull, transportojmë, shesim, blejmë, gjëra që janë të ndaluara. Jo se jam muslimane. E po një herë, dikur duhet me parashtru pyetjen. Me thone po, çfarë dini është ajo që juve ju ka kualifiku, ju ka stërvitën që t'i rrini përballë të gjitha sfidave në botë, kudo që jeni. A di se për shembull në botën e lindjes, mendojnë me paragjikime se në perëndim mund të devijojsh. Është vërtet se mund të devijojsh edhe në lindje. Ama nëse je besimtar, i ngjeshur dhe ke besim të shëndosh, ti hudhat njëri në katëronët e botës, pa marrë parasysh në çdo sistem politik, ekonomik, pa marrë parasysh në çfarë shoqërie nxjerr, ai është besimtar. Për atë Allah në Kur'an ka thonën illa alladhina amanu wa amilus salihat. Vetëm ata që janë besimtar dhe bojnë punë të mira e të hajrit, ata nuk kanë rrezik. Po jo u martun me burra, u martun me gra, ku ta di unë, gjinia e tretë, atë ketë
Ne këto probleme nuk i kemi. Te ne, prej si e ka shpall Zoti këtë hidajet, burrat martohen me gra, dhe grat martohen me burra, dhe gjini ka vetëm ato që i ka falë Zoti, burra edhe gra. Edhe ta shkojnë në fundit ki shteti antar i Bashkimit Evropian, para një jave e heki prej kushtetute gjinien e tret, nuk ka gjinit e tret. Pse po përhapat Islami? Pse s'ka lujt me vlera? Islami nuk ka lujt me temelin. S'mundesh me më thonë njerë jam burr, dikur jam gruje. Dikur s'jam, as burr as gruje. Pa në cëllin din me jeti, po ja unë jam doktor profesor, po nuk lumë me rol, çka ke të kryer. Kush je? Jo njerë martohemi burra grati kur janizmi, burra me burra. Perëndimi, demokracia, liberalizimi, në dinin e hidajetit, nuk ka lojra me vlerat. Ajo që e ka shpall Zoti e ndaluar për jetë, deri ditën e kiametit, është e ndaluar, as mos shpreso se një ditë rritet vetdia, fuqizohet pushteti edhe e bojmë haramin halal. Nuk ka shans. Dhe gjërat që janë halal nuk bëhen haram në dinin e Zotit. Pse po përhapet Islami? Pse njëherë njoftohesh, edhe mos atë që është gjallë, nuk e ke atë problem. Nuk ke nevojë me përcjellën qeverien në çdo mbrëmje, çka ka vendos haj për muje tash. Lejohet, s'lejohet. Di pasaporta, jo di, jo tash njënë me amormi, jo procedura shpejt, jo e nga da, ko e di une, muhabete që ndryshojnë si shtypja e gjakut të njeriu në çdo, ama si kurse, e di, që kema dalaleti dhe shumë shemboj të tjerë, dhe hidajeti që e ka pruan Allah subhanahu wa taala. Zoti është një, nuk ka familje, njoni jo është familje, jo ka natyrë njerëzore, jo ka pasardhës, jo s'ka, jo atë, jo këtë, jo Zoti ka borë formën e njeriut, jo Zoti u shfaq në natyrë, jo këtë i muhabete. Allahu në Islam është një, krijues, s'ka parardhës, as pasardhës. Mbaroj, jo filozofia, sociologjia, shkenca, ditën e mirë. Hua alladhi arsala rasulahu bil huda, ai e dërgoi pejgamberin me hidajet, sikur që ka thonë pejgamberi se Allahu më ka dërguar me një din të pastërt, dhe është i bardh si patiska. Kur shikon, çdo gjë vërehet në patisk të bardh. Nuk ka sen që mund të jetë e fshehur mas ngjyrave. S'po e shoh, s'po e lexoj, s'po e kuptoj, s'po e deshifroj, jo, s'ka. Merr në çelën e librin, këto janë halale, këto janë harame. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, Allahu e ka definuar halalin dhe e ka kufizuar. E ka definuar haramin dhe e ka kufizuar, ka kufi. Ka thonë, mes tyre janë disa çështje për të cilat ka heshtën Allahu si mëshirë për njerëzit. Ka thonë, mos u afroni nga të kufinit, se mund t'ju kap harami. Do thonë gjëra të definuara që Allahu e ka dërguar pejgamberin me dinin e hidajetit dhe të udhëzimit. Dhe thash këti hidajeti dhe këti udhëzimi, se ju e dini tash javën e kaluar, kush i ka përcjellën në raport me Shamijën, ka ndodhën di vendime të mdhoja në botë. Irani e ka hekën ligjin për mbulesë të detyruar, se në Saudi dhe Iran mbulesa është obligim me kushtetut, sikur këtu për shembull që s'ke të drejta me i përmend çdo gjini që unë po i përmendi vazhdimisht, dhe kupton se rrezikohesh në perëndim. Me kushtetuta e mbrojtur, gjinia e tretë, nuk ke të drejta me kritikuar. Edhe ne mi të thonën qëndrimi i dinit ton, Irani e ka hekën ligjin për mbulesë të detyrueshme. Dhe Kosova, nuk e dija ishte e vërtet ati, që e ka ndaluar Shamijën në institucionet e arsimit. Nuk ka bon punë të mirë. Konkret nuk ka bo punë të mirë për 1 miliard arsije. Këta dush me konën për te i mendje lehtë dhe shumë gjallëzor dhe te për ignorant dhe amoralshëm. Edhe jashtë të rjedhëve krejt në një shoqëri 100% musliman.
ku në Gjermani ke të drejta me shkuon e mbuluar në institucionet e arsimit dhe në këtë blokun kapitalist i perëndimor, demokrat në perëndim, është e lejuar me shkuon me shami si studente në arsim në perëndim para dimujve ako në diskutueshme a ke të drejta me u fut në institucionet e arsimit me mbules si profesoresh, ako fjala, jo si studente. Si studente ke të drejta dhe ne i kemi vajzat e mbuluara në institucionet e arsimit në Gjermani, me shami. Pije që ka qenë në lejohet profesoresha dhe arsimtarja me shkuon si nënpunëse në institucionet e arsimit në Gjermani, me shami. Gjikata e ka lejuon. Ashe drejt themelore demokratike çdo njerit. Dhe një shtet i cili pretendon të integrohet në instanca dhe kriteret e Evropës dhe të drejtave themelore të qytetarit del me paragrafe me filozofia të dalaletit në një mjedis i cili nuk ka nevojë të diskutohet e atip. Se ne jemi 100% musliman, mos zori kush çka vesh në shkollë. Pse s'po merresh me ata të tjerat që ka fillu të bëhet barë dhe ngarkes e shoqërisë tonë, moderne, zhveshje, kërthiza jashtë, buste ojra, operacione plastike, tetuvazha, ku ta di unë, pse s'po merresh me moralitetin atje. Kjo është din të cilin Allah e ka dërguon. Qeverit janë munduon dhe institucione dhe pushtetar dhe struktura tjera ta pengojnë. Islami i blen zemrat e gjeneratave të reja. Këtu ka femra dhe meshkuj në botë të cilët dojnë ta komunikojnë Allahun Dhul Xhelal, edhe përkundër disponimit të qeverisë. Se në shtëpi time nuk vjen qeveria. Unë kam qef njëherë dikur t'i bi Zotit në sejdë i cili më ka krijuar, si kam kërkujt obligime dhe detyrime. Ama a jam Gjerman, a jam Gjermonk, nuk prish punë. Dikur shpirti ma kërkon atë i cili më ka kriju këtu, më ka falë në këtë botë. Edhe unë du t'i detyrohem, dhe t'i nënshtrohem, dhe ta adhuroj, e ta madhëroj, e ta lëvdroj, e ta përmend, e ta përkujtoj. Le qeverie këtu vllai mirë. Çu me rabdes, ktheu ka kibla, adhuroja atë i cili t'ka krijuar. Edhe ndjeke rrugën e njeriut të cilit Zoti i ka dhonën vul për me ndjek pejgamberin e Allah subhanahu wa taala, i cili do të thonë ka të drejtën për të trasuar një rrugë e cila garanton mirëqenien tonë dhe të vëllezërve tonë. Se këtu e dini shoqëria gjermane nuk është si theme barabart identike me qeverien. Se këtu ka ligje që i ka lejuar qeveria, ju e dini se opinioni publik nuk i pëlqen ato tema. Unë jam në kontakt për ditë me gjerman dhe gjermane, që e kanë të njëjtin qëndrim sukurën në kursi për çdo tema që po flas. Kur kush nuk pranon. Lene ato momente e demokracia, politika nuk është e thirrur për të marrë vendime këtu në këtë forma. Me kanë martohet çika ime dhe djali im dhe çfarë orientimi i ka, këta unë e vendosi. Nuk e vendos qeveria këtu. Dhe çka besoj unë shpjen time, dhe si marr abdes, dhe ka ktheha me adhuru Zotin, ata unë e vendosi. Nuk e vendos qeveria, politika, si vishem unë në shkollë, si vishem unë në punë, e vendos besimi, që është pushteti i pushteteve. Që ki besim që duket i thjesht i rëndon, qytetar, ki besim ka rënuan qeveria, ki besim ka rënuan perandori, të cilat kur kanë ardhur në kundërshtim me vullnetin e zemrës të shpirtit të qytetarit, sa do të jetë pushtetar, sa do të jetë mbretëror, sa do të jetë royal, kanë rahën. Nuk mundesh me i nejtë përballë hidajetit të Allahut subhanahu wa taala, kur të ngritet masa e popullit e cila don Allahun dhe të vërtetën, dhe don pejgamberin dhe don me ndjek vetëm atë, dhe nuk ka kurkush të drejta këtu me na shkarkuan dhe imponuan ligje për çdo ditë, si dhënë që i ban bariu në këtë sezon, në këtë kodër, në atë sezon, në atë kodër atje. Ne jemi qenje njerëzore që na ka pajisën Zoti me begati, me mendje dhe shpirt, dhe ne kemi logjikën dhe emocionet, dhe neve nuk mundesh me na bartë njerë
kështu, pastaj jo e ndroj kështu. Ne nuk jemi të trajtueshëm në atë formë. Besimtari është ai i cili e ka dhënë besimin dhe betimin Allahu subhanahu wa taala. Jeton, punon dhe bashkëpunon me të gjithë, ama mbi të gjitha e ka prioritet Allahun dhul xhelal, Kurani Kerimin dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam, dhe sinon xhenetin me këto ditë të numëruara në botë, dhe nuk bëhet njëri i epshit dhe i shejtanit të bartët, majtët dhe djathtës, dhe është stoik në vlerat e larta të moralit njerëzor. Dhe ne jemi të tillë dhe pa marrë parasysh se çfarë qëllime bën në botë, neve nuk na ka luhatën as sistemi komunist atje, që ka qenë shumë ma brutal, dhe as ki qetëri i cili janë shumë ma, si them, ma epshor, i cili pretendon me ta vedhën gjeneratën e re, i cili mastrohet mas drogës, zinojës dhe alkoolit. Ne jemi besimtar dhe ne kemi rrugën tonë, nuk kemi nevojë për vendime të askujt që të na përzihet në jetën tonë, se si ne atë e organizojmë, si ne atë e jetësojmë dhe e kapitalizojmë dhe bojmë sevape dhe punë të mira për çdo ditë, me shpresë se Allah subhanahu wa taala na shpërblen për veprën, angazhimin e mirë tonin dhe na shpërblen me xhenet në botën tjetër, inshallah neve dhe mbar besimtarëve, alhamdulillahi rabbil alamin.